Që kjo është... Manushi. Aj, që është i din Erdi këtu dhja, e mbanë më që erdi këtu dhja. Po, me që është i din krejt. Zhua prej pas kam një lasë, ta? Erdi ti kanë dalë super. Gjithçka më rojë, ishte një proces i gjatë, por një përballueshëm. Pa kurajë dhe ndryshoni jetën. Bravo. Dhe diçka tjetër, mos o lakasin për të ushqira se të ushqimet pas kërkeni këtu dhe me cilësi dhe me nivel më të lartë. Bravo, Edi! Bravo. Bravo, Manushi Mat! I e kaq pozitiv sa nuk di. Ne, është. Ky është Meridiani. Ky që e patëm këtu? Jo, s'është Meridiani. Po, mërë, këtë Meridiani. Se një se kam parë. është, po. Që pëndave me ta, që kjo? Ajo? Jo, nuk ka shumë. Po sepse Meridiani tani është dobësuar, Meridiani ka qenë banor të brenda. Ky është momenti i fakti që duhet të falenderoj stafin e ekipit të Lazaroi, sepse ka qenë vërtet shumë të dashur dhe shumë të duruar me mua. Gjithë faleminderit për profesionalizmin që më treguar gjatë gjithë kohës. Lazaroi. U kry? Kush oke? Ky është Visi që ka qenë vjetë në Big Brother. Po, i bigut vjetshëm. Pa. Që kjo është? Visi. Visi është, pa. U s'po di sa, në bëja. po mbjemri. Elvis se ka emrin e plot. Si e një da, më rëpo, po një po video, jo po këshu, jo po ashtu asë gjë parë, por për ta kërkesoj parë në çdo gjë. Rezultati, dhe shifni në Instagramin pas dhe sa po. Samira. Bravo. O, Samir, Super rezultate, Lazaroi. Po, me që të shit gjellë. Ky ka qenë në big? Ky ka qenë edhe në përputhen. Edhe te përputhen. S'më vjen emri. Tani emri nuk ja di, Maluma. Ka qenë te përputhen, po jo në big s'ka qenë, Ka qenë të bigu Kosovës, më duket. Ka qenë në përputhen. Jo, ma bëjë Kosovë, së kon kjo, vëlla që të fu. Nuk ja di. E kam gatru komplet njeri tjetër për tjetër. Katërinis, sa po marrë restoranca, shkojë zhë një O, është i Revolt Klanit, more Bruno. Revolt Klan. që të vini, të shini, të bërë një konsult dhe në Kemi lënë Po kokë. mirë se nuk ja shikonim syt. Na vjen shumë keq, po së të Shi Bruno, me baluk e shive. perfekt çdo gjë. Revolt Klan, Revolt Klan, super kombëtar, ndjes sytë mbuluara, super rezultat. Sa ma shumë gjellë. Eugen Peshpek. Eugenti. Legjenda e rockut në Shqipëri, i pa zvëndsushëm, i pa Okej, arritshëm. sa ma shumë gjellë, nis. Po Eugeni, s'ka patur dhe balli. Ky është rokeri më i mirë Shqipëri. Profesionalizmi maksimum, silleras në vide, silleras gjë, por e palloshme, një lojë fantastike kulturore që sa të Bravo! Go Eugen! Po të fka, sa ma shumë me shit gjellë o vlo. Se po t'i neqka. Lazaroi, u krysani. Do shkoj ju? Më vjen shumë Ja, unë nuk po e deshifroj dot Asum. vllai i madh. Kush është? Është ky që ka qenë te përputhen. Ky është rezultati Nuk e i njeh. final mbas 11. Ka qenë në përputhen. Nuk e kam parë asnjë. Si duke në shkampare. Doktoresha dhe doktori profesional të kalibri shumë të lartë. Mos e dikoni, nxitoni dhe e jeni të kënaqësi dhe Bravo. Okej.
është buri Vesa Jarova. Jo, më nuk është Big Basta, që po thua? Kam përshtypjen që është Big Basta. Jo, më nuk është Big Basta, që thua? Jo. Nuk është Big Basta. Nuk është Big Basta? Jo. Nuk e di vllai Qa ma. ki është robur, familja? Personal trainer. Ky më duket ka qenë në përputhje. A, nuk e di. Kam si fytyrë televiziv. Përputhën e vonë të pësanjeni? Lidja dhe Ola, për shumë kanë qenë të dyja pjesa e të përputhje. Po, unë ja bëjsa Olës. Shko të pësanat, ja bëjsa të shko. Të përputhën. E falloke. Bravo. Bravo. Ani Ola, koko. Pas po di, jo. Vllai madh. Tani këtu është edhe me flokët e Të prera. e prera fare, me Ka sytë e sy. mbuluar, kështu që këtu Po, pra. Shumë e vështirë. besoj që s'është këngëtar, s'është as aktor, s'është as Jo, jo. Ndoshta gazetar. gazetar, Po. Me shumë mundësi. ose komentator, nuk e di. Opinionist. Ndoshta. Nuk e di Futbollist, vllai nuk- madh. Jo, Bledmane. Përmetare, përmetare. Përshëndetje, ashtu si që kërëzova. Bledmane. Këtem këtu në klinik pas 10 muaj në hyrje që bëron për Flok TV dhe ja ku jemi. Fillimisht, edhe Big Brother, po. Flok Qitande. Jo, ka qenë këtu brenda Big Brother, tani komenton Big Brother një. Po shiko, te fotoja Bravo, që na Bledi, nxorën bravo. ishte me flokët, Po kështu. jo, pra nuk dalloj fare, Dalloj fare, Po, vllai marrë madh Big s'mund Brother, kështu, opinionist Big ë. Na Brother, vrasi po. Bledi. Ka Fare, qenë po banor jo, Big pse do na vrasin, Brother, tani si ta dallonim aty. Është në panele që Koka nuk komentoj tull. ne. Ky është Visi. Visi. Uksenaj. Visi është ky, po dakord. Shoku im. Sa kam dek me Visianën me jonë. Ja pa e prashëm, si që shikon, flokët që më kishin nikur pa leje, u rikëthyre prapë e baza, tek i zoti, jam super i knaqët. Me mjekët, me infermierët, me shërbim, ishte sigur kisha rrit në Las Vegas dhe përkretohesha në një hotel 5 star. Kompliment në Las Vegas. Bravo, Visian, Visi. për qafoj. Shumë fytyrë e parë. Michael Jackson. Brejtë Ose Chris Jo, Brown. s'na vjen vllai madh. Jo, Chris Brown është. Vllai madh, po mos na nxjerr kështu pa flok, na nxjerr me pra, flok. flokët e kuptojnë pasy. gjë. Vetëm mjekër Na thon me flok të Edhe mu mekanik. I bigut që ishte vjet ka qenë. Jo muj. I sekond me. Më ka qenë vjet që vinte nga Italia që arrestuan. Në big. Bravo. Liami. Ka qenë njërë fitues si një Big Brother. Historie që të gjithë, kush ka dëshirë që të bëjë bjerë e flokësh, Tjere në Okej. në gjenda. Sikur na dali dhe la erti që se prisnim. Edhe unë e kam nevojë, a? Jo, unë do shkoj. Edhe unë. Për këto Mos cepa. është Ti ma shumë ke nevojë. thuja. Renisi? Renis Gjoka. Renis Gjoka mendojmë. Jo, jo. Edhe ky legjend roku është. Edhe Ugenti dhe Renis Gjoka. Pas ka qenë i shëndosh, tu Super Renisi. rocker. Po e kam shok, po duha keni shdosh, unë e kam njop dobët. Sot e një ditë pas në virus dhe përveç në shurisë Ky është nipi Aleksandr Gjokës. për kushtimin sa e pezovej, unë nuk kam djerë zë vjerët, ka fjallë nuk ka pasat të vinde, as të vjerë, as gjë, dhe në ndjenë në top. Tashmë do të kemi flokët e vërtet, shfaqë vërëmën ti nga rock në mënyrën autentike. Bravo, Bravo Renis. Renis. Ama a biçafore këta i morin prej kësaj na? I I marrin. morin prej kurs pa vdek. Ky është guzhinjeri. Jo, është Është Alfio Alfio. Rotane.
Qenë pushime, shpesh me qëndron që s'kemë marrëdhënie direkt me drejta me klientët, në me publikun tim. Prandaj për mua kur I mojnë të shtonë, se kjo është flektira. Hajde vem ruajmë kokën, Rozana. Sa I ka ndalë ishte fantastike. Bravo, Alfio. Bravo. Ky është Gen Deda. Gen Deda, këngëtar, I kam bërë dhe tekstet. Jo, këtë pinjeni ja. Unë një nga X Factor, I kemi qenë bashkë në X Factor. Po, ka hati. Kemi qenë në vitin edicion bashkë në X Factor. Në kam bërë një super tekst. Shumë këngëtar I mirë. Nënësia shumë e madhe dhe rezultatet janë shumë natyrale. Ma sa mund dhe mund me ta në floku. Po shumë shpejt duken rezultatet. Për çdo pikpyetje që keni mund të drejtoni në klinikën Lazaway për një konsult pagas. Bravo Genti. Buri Silvia Gumbardi, Dafi. Po me shumë mundësi. Është burri I Silvia. Shumë shpejt, që nuk jetë pushim që dhe absolutme një. Falëndërim është shumë varë, të gjithë stafin dhe gjithë klinikën nga vojë. Okej. Shumë fytyrë parë është. Dale, e një. S'në vjen emri. Ja se njoftë ta mërë e bo. Nuk më vjen emri e vllai madh. Do na bie pika kokës kur të dalë. Al Pacino. Bravo. Balerini more. Balerini, po. Tolja. Ka qenë tek Dancing with the Stars. Ka qenë dhe në Big. Oh? Po. Një staf në regullushëm dhe të që një për kryer, e sidomos profesionistët Ka qenë vjetë. për vendimin tim Oh? në një periudhë shumë se sa vjeta. Ju rekomandoj që një në Lazaway. Okej. Bravo. Okej. Tash e di cilë që me siguri. Një nuk e dita. Ashtë ta shtap e di. S'ka mo. Faleminderit, Lazaway. Mucho dinero. Që këndon Adrian Trebicka. Po, këtë drejt. Po janë të qenë Për klinikën Lazaway. Ja, kështu e njo poshtë. Letë dhënë. Trëndafile, fletë të gjerë, eja të put një herë, lule të thonë, luleje për më në zonë. Trëndafile, faqe kuqe, eja mere një burbuqe, eja mere ti një herë, eja të put një herë, eja mere ti një herë, eja të put një herë. Ajo, shto ka kry. Vllai madh nuk quhet kështu, me gjëra në kokë. Me gjëra në kokë, pa flok, pa sy. Ja, pa që është të smunë. Vetëm buzët që ja njohim njerëzve. Dhe unë do. Jemi edhe një herë tashmë pas mbjelljes së flokëve. Kur çdo gjë shkoi perfekt. Nëse edhe ju dëshironi të bëni mbjelljen e flokëve, unë do t'ju sugjeroja vetëm një të vetmen dhe më të mirën klinikë për mbjelljen e flokëve, Lazaway Clinic.
Bravo, Lazar Way Kiri. Bravo. Vetëm mua nuk ma ke rrujt këngën në ndjellësh, një dy njazja ke bërë. O, është aktori. E di që të shumë... Të Beni ecën vetë. Jo, s'është ai. Është aktor. Nuk është Beni ecën vetë, por është aktor. Nuk është Erion Mustafaraj? Nuk na vjen emri, jo, s'është Erion Mustafaraj. S'është Erioni. Jo. Është aktor, regjisor, një gjë është. Tani një Po e gjë kam shumë të tjerë të parë. Jo, po është, duke di emrin, duke mbaj mend. Kurdo. Po, aktor. Është aktor. Ate, ja futa kot fare se nuk e një. Aktor është? Se ti e kanë në gjau me Erion Mustafaraj. Disa procese të tjera që kanë ndodhur me ndjellje në flokët në kohën time. Gert Ferra. Gert Ferra, qëto e njofta. Ferra. Ti pas ka bjellë. Praneri këtu. Gert Ferra, qëto e njofta. Tikzosh Ferra. Qëto e njofta, i vesh një ku në unë. Nuk e njohim. Po tini. O, Gjoni Esku! Faleminderit Lazaroj që rikthehet përsëri dhe besimin tek unë. Tashmë ndahet pasqyrë dhe dua vetëm ta konsh. Siç e shihni, krejt natyrshëm, unë mund t'i stiloj flokët e mi, mund t'i krej. Mund të gëzoj rezultatin e mëfitshëm që unë kam bërë. Uroj që të gjithë ju që keni nevojë për kryerje të transplantet të flokëve të vini dhe të mos ja kurseni vetes kënaqësinë të cilën unë e ndjej tani në këtë moment. Qa s'ka dalë?